Rusisë me këtë narracion ka në studio. Drenori e ke zgjedhur rrugën e lehtë. Ja, nuk është e lehtë. Po që është më e lehta. Me thonë, ky ka shumicën, populli pe don. Ka kam populli që s'ka më ne pe duhet. Jo, veç kur ma krahason. Unë se krahasova as ti mos e krahaso. Po ti s'kin zgjidhjen tjetër. Bëne ti zgjidhje. A je intelektual? Po, a dhe më shumë se një qytetar mesatar sipas teje. Po, duhesh me ofru zgjidhjen ti edhe me thonë, a di çka, nuk lejojnë më mashtru prej ti me argumente të kur pa të thjeshta. thotë se s'do të më dalë zgjidhje hiç. A e morën men PSD-ja ka pas thonë, por zgjidhja mos më dalë zgjidhje hiç. Kush ka thonë? Jo. Unë personalisht, kum thonë nëse ju PSD-ja ka thonë mos me dalë zgjedhje. Po, kena thonë pas dalim. Ja, cili doli s'keni besu më dalë, na dim. Po ju i keni bërë thirrje qytetarëve mos me dalë zgjedhje, PSD-ja. Për mua kjo është funi i diskutit. Nëse unë jam zgjidhje. Thirrje qytetarëve, ato loja ka mu lujt loja demokratike që quhen zgjedhje. Edhe që legitimiteti institucionet del nga ato zgjedhje, dhe kjo thotë se mos del zgjedhje. E këtu vjen pse ti afro alternativë. Po dhe. Xhavier, Ti shekon ti alternative mirë, unë s'kisha thonë dil mos del zgjedhje. Unë pe ofroj me çat model që e ku marr në Gjermani o vëlla, nuk po më shitet. Jo, nuk ka ky. Krasishi, jepi krasishi. Noli lutem. Kallzoja në Gjermanë veç modelin e Kurtit, edhe këtu çu ta refuzuar. Gëzuar shumë prej njerëzve që kam kontakt që u ndru qeveria sepse ta thoj keni të korruptuar politikanë. Ka lidhje speciale drejtorit. Do e mojt kryt Gjerman të thonë çish me bullë dhe na një. Nëse sa po ka mi marr disa ide. Dua ta lexoj Dardanin. Me gjithë respekt. Po Dardan. Nëse po flasim për atë standarde, është mirë me qenë konsistent. Pajtohemi të gjithë që ti lun me lejtar që i kin dispozicion. Sakt. Kërkush ka kërku ma shumë as nga Kurti, as nga qeveria aktuale ma shumë se kaq. Ajo çka do të më bëj jo dhe na, jo me ufsheh nga ajo fraza e famshme populli po din, po gjikon, po vlerëson ka votuar 51%. Megjithatë, opinionin, standardet, ka me orientuar